Aktori Rezard Veleshnja tregon për plasjen me regjisorin dhe si largoi nga Portokallia Altin Bashën. Aktori i humorit Rezard Veleshnja gjatë një interviste ka treguar emrin e regjisorit me të cilin nuk do të punonte kurrë, por jo vetëm kaq. Ai rrëfeu se për shkak të një episodi në punë mes tij dhe regjisorit të atëhershëm të Portokallis Altin Basha, ky i fundit humbi vendin e punës. Regjisori që s'do punoja kurrë është ai që hoqja nga Portokallia, i cili tha: "O, unë o Rezard Veleshnja do rim këtu." Por drejtuesit e Top Channel-it i thanë: "Merr plaçka ti me gjithë gruan tënde të bukur nga Kosova dhe largohesh një herë e përgjithmonë nga Portokallia. Nuk lejohet më të hysh në Top Channel", tha ai. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.